Presidenca opozita aktuale e njojës së fushës kanë vazhduar ta kundërshtojnë rritjen e paralajmëruar edhe për 15% të energjisë elektrike në vendin tonë. Por ka qenë mbrëm Ministria në detyrë e ekonomisë e cila përmes një komunikate të gjatë nuk e ka kundërshtuar rritjen. Kjo ministri vetëm ka konsideruar se rritja nuk duhet të prek ambisrit më pak se 800 kW në orë. Komentet dhe sugjerimet tona drejtuar ZRE-s në konsultim publik përqendrohen kryesisht në dy drejtime: mënyrat se si mund të ulet niveli i propozuar i rritjes dhe shpërndarja e barrës së rritjes brenda grupeve të konsumatorëve. Në këtë drejtim konsiderojmë se është e drejtë që rritja të mos prek ambisrit që konsumojnë më pak se 800 kWh dhe shtohet numri i brezave të konsumit për konsumim mbi 800 kWh. Në këtë komunikat theksohet gjithashtu se po ndërmerret çdo veprim i mundshëm për të kufizuar ndikimin në tarifat të konsumatorëve. Por aty thuhet se përkundër stabilizimit të kërkesës së ambisrive dhe sasisë së importuar, mungesa serioze në kapacitetet gjeneruese të kekut dhe çmimet e larta të importit paraqesin sfidë për sistemin elektroenergjetik. Nga ana tjetër, Korporata Energjetike e Kosovës ka aprovuar tarifa të cilat do të ofrohen partnerëve si KEC, KESCO dhe KOS për periudhën që nis nga 1 prilli i këtij viti. Sipas Kekut, për këtë periudhë tarifat për partner janë: për KESCO, shërbimi universal 29.50 euro për megavator, për KEC, humbjet në rrjete 36 euro për megavator, për KOS, humbjet në transmision 36 euro për megavator. Qytetarët janë shprehur të shqetësuar për paralajmërimet për rritjen e sërishme të tarifave të energjisë elektrike. Është me një veprim i gabum, për arsye se popullata është shumë e dëmtuar nga kjo, se nuk torna tona janë të vogla për me bërë çet ngritje të rrymës. Edhe kisha pas një lutje mas shumti për popullatën, me ngrit zonin se është e drejtë jona, që me kërku që mos mu bë kjo, se është shumë një dëm i madh. Rritja e rrymës ka më na kushtua në kostet e çmimit, edhe ka më na vështirësu bajke punën. Se është njëkohësisht është edhe krizë e madhe, edhe me hypjen e çmimeve, domethënë puna jon po rrezikohet se mos përmund me vazhdu me punu për shkak të rritjes kostos çdo senet. Nga ana tjetër, grupi aktivistëve As një cent më shumë, pas një aksioni ditë më parë, ka paralajmëruar protestë më 5 prill në sheshin e Prishtinës.